Ish banori i Big Brother VIP 4, Xum Allushi ishte dje i ftuar në Feno Club, ku foli për Egli Takon, finalistën të cilës ai shprehu ndjenjat për sa kohë ishte pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Mes meje dhe Eglit nuk ka pasur asnjëherë asnjë lloj raporti. Ishte thjesht ajo çfarë i shpreha unë aty brenda sepse keq interpretohet. Atë që përjetova ishte shumë e bukur aty brenda. A do ta përjetoja sërish? Nuk e di. Kam marrë etiketime të ndryshme që unë nuk i përkas absolutisht në asnjë lloj mënyre. E di se i biri kujt jam dhe se çfarë familje kam. Unë për vajzën në fjalë kam treguar vetëm respekt, kam shprehur ndjenjat e mia më të pastra dhe më të qarta, por dua të them vetëm diçka që ekziston karma, ka thënë Xumi.